Mirë se erdhët në Infinity, i dashur ti. Sa herë kemi humbë njerëz, jo sepse nuk i dojmë, po sepse nuk dim të flasim me ta. Sa herë një fjalë e thënë gabim, një ton i ngritun ose një mesazh i keq kuptuar, e ka kthy dashnin, miqësinë, afërsinë, distancë. Shumica e debateve nuk lindin nga urrejtja ose mosdashja e tjetrit, po lindin nga mungesa e gatishmërisë për dëgjem. Ne dëgjojmë për të përgjigj, jo për ta kuptuar tjetrin. E këto fillon të prishet gjithçka. Sepse kur askush nuk ndjehet i dëgjuar, krejt fillojnë bërtasin, mbase jo të gjithë me zan, por me ego. Nëse duam të ndalim debatet, duhet fillojmë me një vendim tepër të thjeshtë. Me ul egon edhe me rrit dozën e mirëkuptimit. Nuk është dobësi me hesht për një moment. Nuk është humbje me pranu. Nështë ta nuk e kuptova drejt. Por kjo është forcë. Forcë është me kontrollu reagimin tanë kur ti mundesh me shpërthy. Forcë është me zgjedh fjalët kur fjalët e tua mujnë me lëndu tjetrin. Sepse në çdo debat janë veç dy zgjedhje. Me fitu argumentin ose me rujt marrëdhënien. Fatkeqësisht shumë njerëz e zgjedhin me pas drejt, po në fund mbesin vetëm. Andaj i dashur ti, lutem ndalo për një moment edhe vetë vetën tone. A është më e rëndësishme me pas drejt apo me kanë në paqë? E paqja nuk vjen kur krejt mendojnë njëjtë. Paqja vjen kur mësoj me respektu edhe ato që flet ndryshe, edhe ato që mendon ndryshe. Keq kuptimet zhduken kur na sqarojmë, jo kur na supozojmë. Kur pyesim çka deshte me thonë, në vend që me menu e di çfarë ti ke dashur me thonë. Kur flasim me qetësi edhe e vërteta dëgjohet më fort. Edhe mbaje mend, fjalët mujnë me ndërtu ura, ose mujnë me djeg gjithçka. Zgjedhja gjithmonë është e jotja, është në dorën tone. Por të lutem sot, zgjedh me dëgju më shumë se me fol. Zgjedh me kuptu para se me reagu. Zgjedh me qetësu para se me nxit debatin. Sepse në fund nuk janë debatet që na bojnë më të fortë, janë marrëdhëniet që dim mirujt.